Pas përplasjes fizike dhe verbale që tronditi shtëpinë e Big Brother VIP gjatë darkës pas Pre-Made, situata ka degraduar në nivele që nuk ishin parë më parë. Deklarata e fortë e Mirit, i cili pranoi hapur kërcënimin ndaj Mateos duke përfshirë familjen dhe i gjithë Shqipërinë, ka vënë në lëvizje produksionin dhe ka ndezur rrjetin. Alarmi për zarf të zi, a do të përjashtohet Miri? Burime pranë produksionit brin me dije se gjatë orëve të para të mëngjesit është diskutuar gjatë mbithyrjen e rregullores nga ana e Mirit. Rregullat e formatit janë të qarta, dhuna verbale dhe kërcënimet për jetën jashtë shtëpisë janë vija të kuqe që nuk duhen kaluar. Pas pohimit të Mirit se do të shihen jashtë dhe referencave ndaj familjes, në dhomën e rrëfimit thuhet se ka pasur një komunikim të tensionuar. Ndjekësit e shumë në platformat sociale kanë nisur menjëherë peticionet online, ku një pjesë kërkon me ngulm zarfin e zi për Mirin, ndërsa të tjerë e shohin këtë si një reagim emocional në mbrojtje të dinjitetit familjar. Pra pas skena, çfarë nuk u pa në kamera? Ndonë se debati nisi për darkën, shkëndija e vërtet mes dy banorëve ka rënë më të thella. Mateo, që nga hyrja e tij, ka goditur pikat më të dobta të Mirit, duke e ditur se familja është thembra e akilit për të. Tensioni ka qenë aq i lartë sa banorët e tjerë janë detyruar të ndërhyjnë fizikisht për të shmangur një përplasje që mund të përfundonte me pasoja të rënda. Reagimi i Mateos: nuk kam frikë. Nga ana tjetër, Mateo duket se ka zgjedhur një strategji tjetër pas kërcënimin. Ai ka qëndruar i ftohtë, duke e sfiduar Mirin të mbajë përgjegjësi për fjalët e tij. Ti tregove fytyrën tënde para gjithë shqiptarëve, dëgjohet ti ketë thënë ai, duke e rënduar më shumë pozicionin e kundërshtarit të tij. Çfarë pritet të ndodhë në orët në vijim? Tashmë sytë janë të zarfi që mund të mbërrijë në shtëpi në çdo moment. A do të ketë një penalizim direkt, një nominim kokë më kokë, apo një përjashtim të menjëhershëm për Mirin? Një gjë është e sigurt, kjo përplasje ka krijuar një ndarje të madhe në publik dhe ky prime i radhës pritet të thyejë rekorde shikueshmërie.